Pra ju mendoni që Gjesti duhet t'i largoj Hekli? Po, por statuja në të kuqe nuk mendon kështu, apo jo? No. Në fakt unë bëj shaka sepse këto janë statuja hekuri dhe nuk flasin, por ne kemi dalë sërish në rrugët e Tiranës për të pyetur njerëzit për Big Brother. Të shohim se ç'do thonë na ndiqni. Kush e fiton këtë Big Brother? Nonën, ai që e ka për degenerimi nuk shivet as me grut, as me këtë gocë nuk shivet tu puthet tu. Jo goca. Gjesti se ke pa fare ti që është bë fenomen? Që kemi palla për TikTok, po të shi. Gjesti apo Luizi? Gjesti, po thëmë, që të thëmë. E pe që la erti doli në nominim kokë më kokë me Valbonën se zjodhi ai që të dilnin që të ndaheshin si lojtar? Ja, e kam mendu për vetë edhe për te. Ata si kur Ata mos e duheshin. kishin loj. E kam pas loj, thua. Kush mendoni se do ta fitoj Big Brotherin këtë vit? Brave dhe fitoj Roza. Roza, po pse Rozana? Pse jo Gjesti? Gjesi nuk ka asnjë pikë si djalë shqiptar. As shqip nuk flet mirë. A mendon që Rozana dhe Laerti janë miq? Jashtë apo e bëjnë çdo gjë për lojë? Miq mund të jenë, po kur vjen puna përpara nuk ka miqësi. Nuk kam miqësi. Dhe kjo i themi ne ande nga ju. Hedh ujin për pjetë, dhe atje Ujnë për pjetë apo dhe që tjetë? Rozana apo Gjesti? Kush ka vdek? Rozana apo Gjesti? Do ta fitoj Big Brotherin këtë vit. Gjesti. Gjesti, po pse Gjesti? Është më mirë një. Është më mirë. Edhe Rozana e mirë Gjesti. Gjesti nuk e di pse luftojnë Gjesti. Po normal që do ta luftojnë se ai ka sulmuar një vajzë pafajshme. vetëm Gjesi do ta fitoj. Tjetër njeri nuk. Vajza vetë u kryq ke çuni. Vetë kërkoj dashuri. Vajza i kërkoi kapi për çafa Po pse nuk meritojnë dashuri vajzat? Pa tani dashuri po vetë kërkojnë edhe çfarë kërkojnë. Ajo u fut dhe ata ai tha që dua të afrohemi, dua të pajtohemi, ajo s'pranoi. Po tani si mendon? Gjë ka për ta fituar Gjesi edhe kaq njeri se fiton tjetër. Hajde. Gjithë kosovarë. Gjithë mirat dhe Me mirë është qytetari, po. Duket se që ke dashuru me Gjesti, na? Po është burri aty. Unë jam me atë, Laertin edhe me Rozanën. Po ju? Edhe kjo. Edhe unë. Po pse çka ka bër Laerti? Se Laerti mbahet që po rikot. Kë do ti Gjestin? Po pse jo Gjestin, edhe Gjesti? Gjestin, edhe Gjestin. Gjestin e duan. Laerti tha Duhet ta fitoj. Gjesti. Gjesti si ai nuk ka është i papërsëritshëm, është i papërsëritshëm. Gjesti nuk dit bëj loj. Kush dit bëj loj? Dit bëj Laerti me Greqin? Rozana. Apo Rozana që çdo episod thotë E ke ka pas gabim. shok? Tjeni, t'ju bëjmë një pyetje. Big Brotherin kush mendoni se e fiton këtë vit? Rozana. Rozana, për çfarë arsye mendoni? Është më e fortë se Për mua- Gerta se Gjesti? Për mua ajo është më e mirë. Me Laerti mendon që ka një miqësi jashtë sepse ishte. Pa jo dia se kam thënë që ka miqësi. Kështu që jo miqësi, po një njohje. Okej. Po çifti Jozi Loredana, si po të duket tani? Duket sikur janë afruar. Absolutisht. Je kundër atyre? Nuk i pëlqen? Kush mendoni se e fiton Big Brotherin këtë edicion? Gjesti. Gjesti për çfarë arsye? Është më i mirë se Djali Rozana? më shkallë, djali më zgjuar. Zgjodhët Gjestin? Po. Ai që u tall me vajzat? Ai e përdori Eglin aty, s'është gjunaf? Është defekti i Eglit ajo. Jo, ky është defekti i Gjestit dhe Po Gjesti. familjeve që rrisin ndjem si Gjesti. Si? Ti do toleroje për shkakun që vajza jote Jo, të ishte në vendin e Eglit ai. Nuk do toleroj unë po. Tani kujt e bërtisje, gocës apo dhëndrit që trajton gocën ashtu? Po goca nuk duhet të tregohet budallaq. Gocës ja themi te shtëpia ne. Po një nuse si kjo vajza do e pranonit? Patjetër që Ti Big Brotherin kush e fiton? Unë. Vërtet? Urime! Gjesti. Hey Queens! Gjesti fiton. Rozana në mirë. Rozana, në? E dua. Qa ka Rozana që se ka Gjesti? Nuk i dalloj dot të e dua të femër, shkurt ma vete. Me mirë se Gerta është? Jo, mos më nxirrna të pyetje e du Rozanën, shkurt ma vete. Po me Laertin, kjo ka misi jashtë, qa Që mare dreq me gjithë Laertin, bre. Ka marru puna, plak. Plak, po ato... Na mor Vjeraj. na mor televizor shëmira me nata. Jeni yje. Zoti urujt. Edhe juve. Jeni kush e fiton Big Brotherin këtë vit? Se një fare. Hama i madhi se njefti. Nuk e di. As unë nuk e fitoj dot. Rozana. Rozana. Para Rozana! Rozana. Okej. Unë të bëjmë një pyetje?
Kush mendoni se e fiton Big Brotherin këtë vit? E shikoj. Nuk e shikoj. Jo, nuk e Okej, shikoj. bravo. Ata janë atje në Big Brother si vjet, ata janë të març, të hapshin grup të madhe edhe hidhin me kokë poshtë. Për çfarë arsye? Vetëm po ça, çka parti jepet duke bëjmë jepet duke ata i Jozi me atë Loredanën? Se e bën ato bashkë? U e bën bashkë. U dhanë një dhoma posafat. Ja, e fiton Rozana. Bravo. Ta gëzoj fitore. Vajza, kush e fiton Big Brotherin këtë vit? Edhe unë ashtu mendoj. Sipas jush. Eca që më në lera. Gerta më mirë. Gerta? Po Gerta më shumë bën si opinioniste aty, thjesht jep mendime, Rozana të ha gjallë, ke Po ja parë? po ta kot për burë. Kush e fiton Big Brotherin këtë vit? Si trapi më për pikë. Laerti. Po ju? Rozana. Ti do të fitosh? Po ju zotri. Po, unë ne me muzikë do Gjeste apo Rozana? Dëgjon ty më çfarë? Urime pra. Zoti ruaj. Jozi dhe Loredana fletën bashkë në suite. A mendoni që ka ndodhur gjë në atë suite? Nuk e di. Po, sepse mamaja ja dha bekimin. Kush mendoni që do ta fitoj Big Brother? Loredana, që ka dhe në bekimin. Jozi dhe Loredana fletën bashkë në suite. Mamaja ja dha bekimin. Mendoni që ka ndodhur gjë? Për sut ballet unë isha ke muri i Berlinit, rri në Berlin, nuk di që jam botë.